Përshëndetje dhe selam aleikum. Në këtë video do të hedhim poshtë me argumente historike titullin e poshtër të cilin adhuruesit e varreve pra ja kanë bashkangjit Shehul Islam Muhammed ibn Abdul Wahhabit, Allahu e mëshiroft, gjasme se na pas ka qenë agent anglez. Në vazhdimsi do të sillim dhe librat nga shtëpia botuese pra hakikate e cila nuk ka një destinacion se cilit tarikat i përket pra në mënyrë eksplicite dhe le të shikojmë Sheikhul Islam Muhammed ibn Abdul Wahhabi, pra në këtë realitet historik i cili nuk mund të refuzohet apo të hidhet poshtë, është sepse i ka vdekur në vitin 1792, ndërsa shërbimet sekrete të Britanisë janë themeluar pra në vitin 1909, pra më 15 dhe më 16. Pra shërbimi sekret i brendshëm dhe jashtëm. Pra kemi 117 vite diferencë nga vdekja e Muhammed ibn Abdul Wahhabit, Allahu e mëshiroft. Tani, vinë sufit, vinë esharit, vinë maturidit, thonë jo po ka qenë agent anglez, jo kështu, jo ashtu. Ku i keni argumentet, ku i keni faktet? Dhe sa për dieni, do të shikojmë se shtëpia botuese, në të cilën pra janë 3 libra të përkthyer, ka shirkijate të pafund, sidomos tek libri i namazit në cilin ata e përhapin. Do të lexojmë disa pjesë se çfarë pretendojnë, çfarë thonë ata dhe cila është arsyeja pra që do ta kuptoni edhe vetë se pse e kanë vënë këtë titull. Madje edhe Sheikh Albani e thot pra se Perandoria Osmane pra e ka vënë këtë titull, po ashtu ata të cilët pra e ndjekin besim lumën edhe vetë ai e pohon pra në një ligjërat të tij, që po është e vërtet Perandoria Osmane pra e ka vendosur këtë titull, dhe ajo që është më e çuditshme është sepse ai e ka emrin Muhammed, Allahu më mëshiroft. Pse nuk thon Muhamedanët apo Muhamedistat, por thon Vehabistat. Ndërkohë që është babai i vet pra. Ky është Muhamedi, i biri i Abdul Wahhabit. Në këtë rast çfarë bën këta? Pra i në hak edhe babait shehut, duke i vënë këtë lloj epiteti dhe nuk thon dot pra ju jeni Muhamedan sepse nuk tingëllon mirë. Pra i bie me shah pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Tani le të shikojmë në librin e namazit në faqen 162. Ata thonë se të thuash se Allahu na shikon nga arshi apo nga qielli është kufër. Pra këtë lloj bindje kanë ata, sepse ju ka humbë Zoti, nuk e din ku është. Në faqen 168 thonë, nëse dikush thot Allahu është në qiell, dëshmitari im bëhet kafir, sepse i cakton vend Allahut. Allahu nuk ka vend caktuar, ai është gjithkund. Allahu na ruaj. Pra panteizëm i kulluar. Ndërkohë që Allahu i Madhërisëm, pra në surën pra Rahman, në surën Taha, ajeti i 5, çka thot pra, i gjithëmëshirshmi u lartësua mbi arsh. Pra e pohon vetë Zoti i botrave dhe janë 7 ajete, pra sigurisht surja Hadid dhe suret e tjera. Në librin Besimi dhe Islami në faqen 26, po ashtu kjo shtëpi botuese, pra thot, ai nuk ka vend dhe nuk ndodhet në një vend caktuar. Pra nga një pretendim në një pretendim tjetër. Po ashtu lajthitja tjetër është se ajo pra në komentimin e emrave të cilat këta bëjnë pra, është sepse në faqen 27, në ajetet pra fjala dorë, thonë se mund ta përkthejmë, ta kuptojmë, pra që kuptimi i saj është energji. Pra Allahu na ruaj. Shtrembrojnë atë që pohohet pra në kuptimin e jashtëm të ajetit dhe thonë është energji. Zoti na ruaj. Ndërsa meqense i përmbahen me thebit Hanefi siç pretendojnë, Imam Ebu Hanifi Allahu më mëshiroft thot të kundërtën e asaj që thon sufit. Vetë Ebu Hanifi Allahu më mëshiroft thot, Allahu posedon dorë, fytyrë dhe qenie, ashtu siç e ka përmendur Allahu në Kur'an. E atë që e ka përmendur Allahu në Kur'an është se posedon dorë, fytyrë dhe qenie, janë cilësi pra thot prej cilësive të tija, duke mos pyetur si, pa pyetur, pra i pohojmë. Dhe, do më thënë, nuk bën që thuhet se me dorë ka për qëllim fuqinë apo begatin e tij, nga se me këtë mohohet një cilësi prej cilësive të Allahut Madhërisëm. Pra Imam Ebu Hanifi është larg, është i pastër nga besimi i tyre, të cilin këta e pretendojnë pra po kamuflohen mbas me thebit Hanefi. Ashtu sikur se ka thënë pra ai që thot nuk e di ku është arshi, atëherë është kafir. Pra bien ndesh është si dita me natën e kundërta. Dhe ata të cilët i kanë mohuar për cilësitë e Allahut pra janë ata të cilët quhen kaderi, po ashtu dhe mutezilit. Pra në fikul Ekber, në faqen 302 e përmend Imam Ebu Hanifja, Allah më shëroft këtë.
Dhe siç e dim kaderit dhe mutezilit janë dy fraksione të cilët kanë devijuar nga rruga e Kuranit dhe Sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në faqen 27 po ashtu, këta thonë se euliat, njerëzit më të besuar të Allahut, arrin të komunikojnë, por jo ta shohin atë. Kjo do të thotë se nuk është shikim apo një komunikim ball për ball, por përpara atyre formohet shuhud, pra që do të thotë se e shohin dhe e ndjejnë me syrin e zemrës Allahun e madhërisëm, dhe nëse disa nga euliat kanë folur se e kanë parë Allahun e madhëruar, është ajo ndjenjë që ata e ndjejnë praninë e tij aq afër, saqë nuk mund të gjejnë fjalë për të treguar distancë. Pra, ky është besimi i kësaj shtëpie botuese, e cila pra ka bërë dhe librin pra rrëfimet e agentit anglez, duke e akuzuar Imam Muhammed ibn Abdul Wahabin, Allah e mëshiroft. Po ashtu të shikojmë se ekstremizmi fanatik i tyre nuk ka kufi, sepse po në të njëjtin libër ata thonë që kush pra nuk i merr fjalët e Imam Ebu Hanifes pra, apo e kundërshton atë, ai ka bërë kufër, pra është kafir. Dhe Allahu na ruajt, ai i cili është i pagabueshëm, e dimi madhe dhe i vogël në fe, është vetëm pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra në çështjet e fesë. Ndërsa të gjithë të tjerëve, siç e kanë dëshmuar vetë që nga 4 medhhebet, po dhe para tyre dhe më vonë, pra fjalët tona merren edhe lihen. Siç ka thënë dhe Imam Maliku Allah mëshiroft, pra fjalët tona merren dhe lihen përveç këtij burri dhe ka bërë pra me gisht nga varri i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur e ka thënë këtë, e ka thënë edhe kur ka qenë i vdekur pejgamberi sallam, se normal që ka qenë në një distancë më të largët pra Imam Maliku. Pra pejgamberi sallam, ashtu sikur se ka qenë i pagabueshëm kur ka qenë gjallë, po ashtu fjalët që i ka lënë, pra dhe mbas vdekjes së tij, do të thotë që nuk janë të gabueshme, pra me ato punohet. Ndërsa njerëzve u marrën dhe u lihen fjalët, sepse janë krijesa të dobta. Tani për me vënë pikën, ndërsa sufit e sharit maturidit sot thonë për Imam Muhammed ibn Abdul Wahabin se ka qenë agent anglez, pra Allahu na ruajt se sa të cekët janë në argument dhe në mendje këta njerëz. Ndërkohë që kronologjia është shumë e madhe, janë 117 vite diferencë nga vdekja e tij, por i theksojmë, jo nga lindja e tij. Pra do me thënë, se ku ka marrë pjesë mbas 117 vite, është vetëm nëse është ngritë siç pretendojnë ata nga varri dhe ka vajt atje pra me bë ato që pretendojnë këta. Prandaj po të shikojmë dhe propaganduesin, pra lindin apo ta ashtu quajturin mexhlisin Hanefi, që unë do të thoja më mirë është mexhlisi Vorraxhi, i cili hedh balt pra mbi Muhammed ibn Abdul Wahabin, ka këto pretendime, madje ndik dhe një person të devijuar, i cili pra e ka reklamu këtë shtëpi botuese, dhe çka me thënë më tepër kur këta pra shajnë vetë dietarët e Islamit, Sheikh Albanin, madje i bëjnë me imazhe jo se ka duke u djeg në zjarr xhehenemit, bëjnë shantazhime pra që Allah i madhërisëm i ka sprovuar disa prej dietarëve pra ka marrë shikimin, këta i krahasojnë me Mesiu Dexhalin, pra janë njerëz shumë të poshtër dhe kanë përdhënë llogari tek Allahu tek Zoti i botrave. Dhe mos harroni se smundja e Vorraxhive pra vazhdon, saqë do të shikoni edhe në komentet videos duke thënë pra edhe për mua që janë vehabi apo kanë bindje vehabiste. Ndërkohë që argumentet janë nga libri i tyre dhe janë të shumta, unë vetëm një pjesë të shkurtër. Megjithatë shikoni pra në video 3 librat e tyre dhe ju sugjeroj të shkarkoni dhe atë formatin pra i cili është material që i kundërshton këto 3 libra. Kështu që nëse janë sinqert, le të dalin dhe të pohojnë, dhe të thonë që po ne jemi gënjeshtar, ne jemi mashtrues, kemi shpif për Imam Muhammed ibn Abdul Wahabin, dhe ta pranojnë të vërtetën. Për ndryshe, le të kamuflohen sa duan këtë dynja, se kur dalin para Allahut Zotit botrave, të cilit nuk i fshihet asgjë, pra as ditën dhe as natën, as mbi tokë dhe as nën tokë, atëherë llogarinë e tyre pra e kanë tek Zoti i botrave. Dhe aq më tepër që e kanë titulluar me emrin e babait vet. Le të thonë ju jeni Muhamedan, ose Muhamedi pra i ka bërë këto, po nuk e thon dot. Kështu ju përshëndes, shpërndajeni videon, përfitojnë edhe të tjerët, dhe mund t'i lexoni edhe vet libra dhe do të shikoni fatkeqësi mbi fatkeqësi në këto libra. Dhe vetëm 3 prej tyre janë për këtë, se nëse përkthehen edhe libra të tjerë tyre janë Zoti na ruaj. Pra kufriate, shirqe, adhurim varrësh, bindje sufistësh e shumë devijime të tjera. Allahu ju ruaj. Selam aleikum.